Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka reaguar ashpër ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të mos pranuar propozimin për heqjen e tarifave ndaj produkteve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një intervistë për emisionin Rubicon në Klan Kosova, Osmani ka cilësuar këtë vendim si të turpshëm dhe të papranueshëm, duke theksuar se dëmton rënd marrëdhëniet strategjike me aleatin më të madh të Kosovës. Ky nuk është një vendim që lidhet me çështjen fiskale, por me aleancat tona strategjike. Në prill të vitit 2025, Kosova ka zero tarifa ndaj Serbisë, një shtet që e ka kërcënuar ekzistencën tonë, ndërkohë që mban tarifa ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për mua, ky është një turp, nuk ka turp më të madh, tha Osmani me tone të ashpra. Presidentja ka theksuar se pavarësisht se propozimi për heqjen e tarifave ndaj produkteve amerikane ka ardhur nga një institucion i lartë shtetëror dhe është refuzuar nga qeveria pa u trajtuar me seriozitetin e duhur, sipas saj ky është një tregues i mungesës së vullnetit politik për të kultivuar dhe forcuar marrëdhëniet me partnerët ndërkombëtar që historikisht kanë qenë në krah të Kosovës. Në vend se të mirë pritet një propozim nga presidentja e Republikës së Kosovës, unë nuk jam presidente e Serbisë, jam presidente e Kosovës. Në fakt, propozimet edhe nga qytetarët duhet të mirë priten. Eli Rema, nga presidentja që mbron interesat e vendit, shtoi Osmani me indinjat të qartë. Deklaratat e saj vinë një kohë të tensionuar për politikën e jashtme të Kosovës, ku raportet me SBA-n janë bërë objekt debatesh të forta, sidomos pas vendimeve të kontestuara që kanë ngjallur reagime në Washington. Presidentja Osmani e ka shprehur shpesh rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë me aleatët perëndimor, ka bërë të ditur se nuk do të heqë dorën nga mbrojtja e kësaj linje politike, pavarësisht të refuzimeve që vijnë nga qeveria. Ajo paralajmëroi se mënyra se si po trajtohen propozimet që vijnë nga institucionet e larta të vendit tregon një tendencë për të injoruar zërat institucional që kërkojnë forcimin e pozitës ndërkombëtare të Kosovës. Kjo nuk është vetëm çështje politike institucionale, por një çështje serioze për ardhmërinë e shtetit e për mënyrën se si e trajtojmë aleancën me SBA-n, deklaroi Osmani. Më tej, ajo përfundoi intervistën duke thënë se do të vazhdojë të ngrisë zërin për mbrojtjen e interesave strategjike të vendit dhe se nuk do të heshtë kurrë në rrezik të vihet besueshmëria e Kosovës në sytë e miqve të saj më të rëndësishëm. Reagimet ndaj kësaj çështje pritet të jenë të shumta në skenën politike të Kosovës, veçanërisht në prag të sfidave të reja që lidhen me zgjedhjen e qeverisë së re, e cila pritet të mbahet në Kuvendin e Kosovës më 15 prill.